Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 14 muaj i 6, viti 2026, pra jemi në mes të vitit. Dhe Ballkani vlon. Pritet që të vlojë në të gjitha shtetet. Serbia është duke vluar. Vučići tha, mund të kemi zgjedhje të dy fishta, edhe parlamentare, edhe lokale. Interesant. Në Shqipëri veç është duke u trandër, unë tash do mbahem pak i mençur rreth Shqipërisë. Tash në mbrëmje doli një lajm mjaft interesant. Pas protestave të mëdha në përsheshje në Shqipëri, deputetja e qarkut Shkodër, Mariana Koçeku njofton largimin nga PS-ja. Nga sot do jemi pavarur. Këtë është në rregull. Informatat e mia kam pyetur, kam edhe unë posaçërisht artist në Shkodër, miq, thonë ata nuk kemi edhe ne të kënaqur me Edi Ramën, me Benet Becin, po me Edi Ramën jo. E pse? Se thot, gjithë ato premtime që i tha, e kuptojmë, dimri, nuk është turizmi i njëjtë, malor, çka. Tha, po ne kishim vetëm një dëshirë. Atë që e premtoi si korridori blu apo i Adriatikut. Nuk e bëri. Kjo do të lidhej për ta nënshkaluar Serbia, do të lidhej nëpër Kroaci, Maltezi, Shqipëri, rreth Shkodrës, pa vetëm një urë duhet të ndërtojë mbi Bunër, dhe të lidhej në Ulqin. Dhe deltet diku në Tiranë, kush do don vazhdon pastaj në të majt. Jam sigur unë voziti. Në të majt shkohet për te rruga e Kombit ose vazhdoni pak më poshtë deli për në Maqedoni. Dhe kush do vazhdon për Greqi. Nuk u bë. Nuk u bë. Gjithë ato rrugë është i bërë të dy fishta nëpër Shqipërinë e mesme, jo të mesme, jo, nëpër Shqipërinë e jugut, saqë pas të është kjo një anakroni. Për edhe Shkodra, thonë këta artistët, dhe Shkodra është shteti shqiptar. Apo ndoshta ata dinë diçka ne nuk dimë, në ndonjë ndarje të ardhshme. Por, do i lëm këto. Dubrovnikin e kemi afër, thotë, shkojmë si shpesh. Nuk ka asgjë interesante në Kalanë e Dubrovnikut, por e kanë bërë vërtet kala nga fillimi, murret e gjërat. Ne e kemi Rëzafën. Ka histori fantastike. 1 cent në kohët e fundit nuk është dhënë nga qeveria shqiptare për të hapur, për të rregulluar. Pra, maksimumi ajo mund të kushtojë rreth prej 20 deri në 50 milionë euro. Dhe të bëhet një atraksion i vërtet. Dekputim edhe Dubrovnikin, dekputim, jo, nuk ka investime. Pra, Edi Rama po bën investime, nuk themi nacionaliste, por investime nacionale, ekonomike, mbase edhe fetare. 90% e besimit në Shkodër janë katolikë. Njësoj nuk është duke rindërtuar edhe qytetin e famshëm Kuksi. Asnjë ndërtim thuash kapital investitor nga shteti. Pra, është lënë pas dore, normal. Njerëz jemi. Pra. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej, pra. Kjo qeveri e Edi Ramës, pra, duhet të mbaj përgjegjësi pse nuk ka investuar nga Tirana e lartë në hartë kur e keni përpara. Investuar tek tuk. Atë që pritet të bënte gjatë këtij 5 vjeçari që shkoi, lidhur me korridorin Adriatikut apo korridori blu, nuk e bëri. Ai e di pse. Ose për t'ia bërë qefin Serbisë, ose për t'ia bërë qefin Greqisë, e kështu me radhë. Ai e di. Mirë, po qytetarët nuk të harrojnë, e di. Nuk të harrojnë. Kam pasur një simpati, mirë, po tash njerëzit po më thënë, unë jam kundër protestave, për shkak se urdhëroni zotëri, regjistroni parti politike, dilni, atëherë protestoni gjithë ditën. Kështu, kush është organizator për ata dhe dalin? E dëgjuat çfarë doli doli se këshilltari i komunës së Zhelinës, nga radhët e Vlenit, ka dalë, shkreti ka shku për patriotizëm, ma merr mendja 90%. Jo, ti shkon nga Tetova, po, ama ai në Zhelinë. Unë them nga patriotizmi që për çfarë herë për të rriqim, nuk them se është, por Vleni po, është në rrjedha me
qarqet ndikuese nga Irani. Po pra, e kishte ky djaloshi Nevri Ademi, kishte atë lajm dhe mbetet lajmi i tillë. Pra, këshilltari i Vlenit në Zhelin është kapur me pelë përdore thojnë këtu, Muhamet Selimi. Okej, ka të drejtë të protestoj o Nevri. Nevri mirje. Dhe. Gjithandaj vlon Maqedonia. Pra, kjo qeveri nuk është, çdo gjë mund të jetë vetëm shqiptare jo. Sipas vlerësimit tim, ekziston rreziku që qeveria të nisë dhe ka nisur. Të nisë dhe ka nisur një numër të madh projektesh në Maqedoninë Lindore. Njëkohësisht apo jugore, pa pasur të garantuar financimin plot për përfundimin e tyre. Nëse gjatë viteve të ardhshme sigurohen kreditë të re nga institucionet të tjera financiare, ato mund të përdoren për të mbuluar mungesat financiare të projekteve të nisura më herët. Kjo do të krijonte një praktikë të financimit të një projekti në mjete të siguruara për një tjetër, duke e bërë të pasigurt përfundimin e kohët e investimeve infrastrukturore në pjesë të ndryshme të vendit. Dhe shënisa i civilizuar e mbë, jo i kulturuar, i civilizuar. Bilalin deri tash nuk e përmenda. Rruga gjepshisht në tëf edhe pas 8 muaj pa përfunduar. Banorët thoshin brenda 3 muajsh ndërsa sot as ujë as rrugë. Nuk ka kohë Bilali, sepse atje ri, onestu është ai krye arkitekt, rinë dhe për cilin. E kujt është kjo? E kujt shikoni, a mundet, nuk japim dupin, gupin, e kështu me radhë. Dhe pastaj shkojnë t'i paguash dhe pas 3 muaj ta kthejnë pra. Ka rrumë sa tje duhet Lala, Puqja, Aga, Dzimc. 8 muaj premtime dhe asnjë përfundim thonë banorët e gjepshisht. Rruga kryesore në Shanxi gjepshisht e nisur me bujë gjatë fushatës për gjithë lokale, por rezultoi një sfidë pa përmbushur për banorët. Dhe si tha Bilali aso kohë. Më vjen shumë keq ta, por janë kushtet e rrethanat, dimë, rreshtet, po hajde, jemi veç muajin e 6, 3 muaj. 8 muaj premtime dhe asnjë përfundim. Rruga kryesore në fshatin Gjepçisht e nisur me bujë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, por rezultoi një sfidë e papërballueshme për banorët. Edhe pse afati fillestari premtuar ishte vetëm 3 muaj, sot pas pothuajse 3 herë më shumë kohë, vendi ngjan më shumë me një zonë të goditur nga kriza sesa me një rrugë funksionale. Pluri i gurit ka mbuluar shtëpitë, ndërsa gropat po kushtojnë shtrenjtë të xhepave të qytetarëve. Edhe deri kur? Deri ku e shifni edhe ju. Në plohon e si o mazi. A vë dëmton të dhura ka ju? Dhura, mas pari është dhura ime e dëmtome, në për të shaket ose gropa. Por në rrugë në zoheve, se në hetove dhe hine në për të kockët. Në zohë për funi, në këtë shaket që jo në altë. Të liru rrugën të lëve të kusht tjetër edhe zohë. A kur unisë rruga për një, për sa fakë së të sosë? Thanë, më rëndë 3-4 mujve të sosë. Edhe i kemi përkra, edhe i përkrajmë apë. Mirë në dëshurë me rrugën. Dëshurë, rrugët në dhe e kemi, që me him nalë të shohë shpije si është. Lumë shpije, kretë lumë. E në hushës mojë, në me të pju, në vjetë turpe, pju në me të, me fmi, të pju gjuri e pusta. Kjo pura, s'ka hajta. S'ka hajta, dy bitu sa fi pusta. Hajta, s'ka që në të gjurë. A kur se dhe po shpika ju? Kush? Jo, nuk besoj, ka poja ti po të zhesh dhe rajë. S'ka pëta, s'ka me kushit të sot për rajve, da petër gjyptar. Shumë për e pas të vijë, që vi dirgarit njën, këtë plohën, e ujti i plastëria, e qka do? Pa ujtë dërishë, edhe ujtë s'ka. Me kushit të sot për rajve, da petër gjyptar. Shumë. S'ka pëta, s'ka me kushit të sot për rajve, da petër gjyptar. Po pra, kjo agja ka plotësisht të drejtë, është katastrofike menaxhimi dhe udhëheqja e komunës së Tetovës. Nuk mund të udhëheqë njerëz të cilët kanë ardhur dhe të dëshpëruar shqiptarët në Tetovë me ish strukturat e BDI-së. Dhe tash
Për ditë këqijeve zodhen keqen më të vogël, duke menduar se ky falte 5 vakët namaz. Ky na doli dëgjoj, ta mbitë shqiptar. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe Mickovski, kur tash kur i mori këtë ratën e fundit 250 milion për bankës për të Evropës për ndërtim dhe zhvillim, i ka ardhur çelja, sepse do mbuloj disa bira në qeveri, mbase edhe do e nis, po do e nis patjetër që duket se ato parë ja po shkojnë në destinacion nga Shkupi deri në Bllacë. Përmente ai tunele, urra, s'është diçka për sparjerë, nuk është duke u bërë për sparjerë këtu dhe ne duhet t'i shkullim flokët. Nikolovski slushna. Dhe tallet edhe me opozitën shqiptare, por edhe me pozitën shqiptare. Kështu që, thot, ne jemi gati për zgjedhje, kur do që tjetë mund të mbam. Edhe në fund se 3 muaj pa tjetër, tash mujnë në 9 ose 10, ose në mars të vitin arshëm. Dhe e dini cili është kushti i parë i VMRTP-s. Ali Ahmeti të mos jetë më në udhëheqje dhe të mos jenë ish strukturët. Dhe çfarë bën Ali Ahmeti? Për t'ua bërë qefin, sepse ai ka pasur, se thot Mickovski nuk ka pasur takime, ka pasur takime dhe e kundërshtoj me ndothashën të rrëdhë se nuk është e vërtet, nuk i ka informatat sigurta, se jam takuar me Ali Ahmetin në shetës. Dhe, pra është takuar haptës, dhe Ali Ahmeti tash, për t'ua bërë qefin ekipës së vetë të cilët janë duke hëngër tim pushtet, ai bën në trukin e famshëm, do të dale dhe do thonë vëmërës. Po nuk është, BDI është transformuar, që nuk është Ali Ahmeti, nuk është Musa Xhaferi, deputet, s'ka lidhje. Dhe, thot, do jap dërheqje. Çfarë të bësh? Dini atë deklaratën e famshëm, se atë pata arina dorim, viteve 2008-2009, 2005-2008, kur po dëshira në qeveri. Dhe, në nëse ki dori, jo, vetëm, kështu, si përfaqësisht, do e theqen. Plus, unë mendoj se ta duhet shkojnë nga Reçica e vogël në Shkup. Rëthonisht atje. Pra, është një loj mishmash, kënde e tutën, me rejtingun e tutën, kryeministri merret me rejtingun e partive politike shqiptare. Thot, BDI ka 8, ata kanë 6, pastaj kryetarja Ahmeti ka 8, apo si disa ishte, ndërsa Bilal Kasami 1 pikë, nuk e disa. Po t'isha në vendin e Bilalit, kisha të ndërheqja një. 1 pikë sa, të menaxhosh një qytet 5 muaj. Ama, ja gjithë se kohës unë e përsërisë dhe i them. Është koha të japësh ndërheqje. S'ka lidhje. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, dhe studentët ishin në Bruxelles. Në një postim në rrjetin social Facebook, një nga organizatorët e protestës me Vlana Demi Ngatëtova, një thonë se gjatë vizitës në Bruxelles, së bashku me qendrimin e kanë zhvilluar takime me përfaqësues të Komisionit Evropian dhe Shërbimit Evropian për veprim të jashtëm, ku janë diskutuar çështje që lidhen me sundimin e ligjit, zbatimin e marrëveshjes sore dhe të drejtat e komuniteteve në Maqedoninë e Veriut. Ademi, pra Mevlana Ademi thotë se në takim u theksua nevoja që Bashkimi Evropian të tregojë të njëjtin angazhim dhe vëmendje ndaj të drejtave shqiptarëve në vend ashtu siç ndaj komuniteteve tjera në region. Okej, pra ne urojmë që të jetë e suksesshme edhe vazhdimi i kësaj, por ajo që më ka befasuar dhe për pak nuk kam qeshur. Jo, ajo meriton se është kryetare e shtetit, por ka dhe një deklaratë mjaft interesante. Pra, duhet që kryetaria e shtetit thotë, duhet që Bashkimi Evropian të ndryshojë metodologjinë e negociatave me Maqedoninë. Vlerat evropiane janë edhe vlera maqedonase. Kërkohet qasje me barabartë. Okej, ta dëgjojmë pak. Presidentja Gordana Siljanovska-Tavkova kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar të Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit evropian, të bazuar në interesa kombëtare dhe vlera europiane. Sipas saj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat europiane janë edhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen edhe në vend. Ajo thotë se kritikat ndaj zgjidhjeve duhet të jepen me kulturë dhe argumente në mënyrë që të nxisin reflektim dhe dialog. Ty e ke vi poveruvat. Ako vi je ukažete pristojno, kulturno, su argumenti, дека имате укажувања
дека имате забелешки на некои решенија, дека тие решенија не кореспондираат со филозофијата на Европската Унија, дека тие решенија не се прифатливи за најголемиот број на граѓаните, дека не можете туку така да ги наметнете, бидејќи зборувате за демократски политички европски систем. Po, ndërsa LSDM e thot krejt diçka tjetër. Nuk duan, për atë edhe nuk mërziten. Okej. Dhe Mickovski t'i kthehemi prapë. Dhe çfarë tha? Pas ditëlindjes së VMRO-s me 17 korik, bisedojmë për resorët dhe ripartitjen e qeverisë. Keni kohë ju të vleni dhe të BDI deri me 17 korik, bleni kravatat, bleni këpucë të shtrejta, më shkoni andej vardarit. Këtë ndej vardarit. Qershori pritet të jetë i sikletshëm për ministra e zëvendës ministra, pasi kryeministri i mashinisë Veriut e Christian Mickovski ka paralajmëruar se pas 17 qershorit do të nisin bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Megjithatë, ai nuk dha detaje se kush do të largohet e kush do të emërohet dhe se cilat ministri do të përfshihen në ndryshyme. Javën e ardhshme pas festimit të ditëlindjes së partisë, që do të mbahet më 17 qershor në Strumicë, duke filluar nga ora 20 në stadium, do të fillojnë bisedimet me partnerët e koalicionit qeveritar lidhur me rikonstruimin e qeverisë. Kreu i qeverisë foli edhe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, i cili theksoi se partia e tij ka mandat 4 vjeçar që ka fituar nga qytetarët dhe se synimi mbetet mbajtja e zgjedhjeve të rregullta parlamentare në pranverën e vitit 2028. Megjithatë, ai shtoi se janë të gatshëm për zgjedhje nëse ato kërkohen ose imponohen nga rrethanat politike. Politikisht kur rinë në gjysmën e dytë të mandatit është logjike të jesh i përgatitur për zgjedhje, qofshin ato të rregullta apo të parakohshme, nëse kërkohen nga opozita. Por opozita jo nuk po kërkon zgjedhje, ajo është e fshehur. Vetëm 3-4 persona dalin në konferenca për shtyp me të pavërteta dhe fyerje, kryesisht ndaj meje. Tani që kanë mundësinë të tregojnë në terren se sa ndikim kanë ato sulme dhe të pavërteta, ata thjesht po ikin. Nuk është hera e parë që LSDM-ja vepron kështu. Në historinë e saj, LSDM-ja e ka bërë këtë shumë herë. I pyetur për të komentuar njoftimet e lidhur me një tërheqje të mundshme të Ali Ahmetit nga posti i kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Mickovski refuzoi të jap koment, duke theksuar se bëhet fjalë për çështje të brendshme partijake, në të cilat nuk dëshiron të ndërhyjë. Interesant. Kur ishte çështja lidhur me atë se kur do formohet vleni, nesër do sjellë Kama deklarat, u prononcua, ndërsa për Ali Ahmetin këtu normal që janë marrë vesh të mos prononcohet dhe pra dërheqja e mundshme Ali Ahmetit nga posti i kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kalimi në klubin e veteranëve nuk është asgjë. Kjo është vetëm sa për të thënë të tjerë, ja, nuk është ai kryetar më i partisë. Që ta merr. Dhe dini sot një i vlenit më ka sqaruar, një funksionar i lartë i vlenit, pyet diçka dhe më sqaroi. Tha, ekziston mundësia që vleni një pjesë të ri, një pjesë duke filluar nga Afrim Gashi, Bekim Sali dhe nuk e tregoj kush të largohen. Ky i Tetovës. T'i largoj. Dhe në të do të fut gara dhe të deputetëve, pra ministra dhe edhe të BDI-s ndonjë, edhe të gjitha partive të cilat janë të interesuar për ty brenda. Dhe kuptohet nuk do largoj Fatmir Limani. Okej, këtë e paralajmëroj se Fatmir Limani do jetë në qeveri, por jo në atë post. Okej, shojmë e bëjmë. Pra, gjithandej vlon Maqedonia me 250 milion euro u dhanë për projektin e rrugës Shkobllaz nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Mirë po. Ka dhe lidhja shqiptare e Zjedhin Selës një reagim dhe njoftive të djeshme të përfaqësuesit të koalicionit Vlen për projektin e rrugës Shkobllaz, duke cilësuar ato se janë jo si fillim të punimeve për një si zvarritje të re të realizimit të këtij projekti të rëndësishëm infrastrukturë. Sipas lidhjes shqiptare, afati për 3 vite e gjishëm për përfundimin e rrugës i pranuar nga vetë përfaqësuesi i qeverisë Nikolovski, dëshmon se projektimi për ndërtimin e saj brenda mandatit të qeverisë nuk do të realizohet.
Kryetarët e ministrat e koalicionit vlen, të cilët jepën nga se cilët bëjnë më shumë lajme për rrugën Shkumbullas, nuk njoftuan fillimin e ndërtimeve, por në fakt zvarritjen e re të realizimit të këtij projekti mjaft të rëndësishëm. Ata mes tjerësh vetë pranuan se ky projekt do të merr 3 vite gjysmë për të finalizuar, që dëshmon qartë se ata vetë se pranuan dështimin dhe shkeljen e fjalën e tyre se rruga do të ndërtohet brenda mandatit qeverisë. Okej, nuk është okej, por unë them këtu shumë çka është e kalur edhe në Vlen, sepse ka kaluar. Nuk guxojnë thuan asgjë kryeministrit sepse ja i parlemre me 17 kurik. Me 17 kurik. Okej, nuk është okej. Por edhe njerë dhe ndalem se është dita 15 e revoltave, marshimi qytetarëve vjen drejt Laprakës, tash në këto momente. Pra, vetëm vinë duke ushtuar radhët, ndërsa Sali Berisha është drejtuar qytetarëve protesta ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Ndërsa Edi Rama ka shumë gjunahe, por gjunahen që e ka bërë mesit e Shqipërisë dhe veriut e Shqipërisë nuk e ka bërë asnjë kryeministër deri tash. Asnjë investim kolosal, asnjë investim. Rrugën blu apo rrugën Adriatikut nuk e bëri. Nuk e bëri, vetëm ai e di sepse. Nuk e bëri. Okej, nuk është okej, por unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër në Rama. Pra ishit në podcastin me Mesut Shabani me Mesut Shabani.